Ulja e temperaturave dhe shfaqja e ngricave në disa rrugë të vendit kanë shkaktuar vështirësi serioze në qarkullim për shumë drejtues të automjeteve. Vetëm gjatë 24 orëve të fundit, në të gjithë territorin e vendit kanë ndodhur disa aksidente. Më i rëndi ka qenë ai në rrugën rajonale Mavrov-Dibër, ku 2 persona humbën jetën. Sipas informatave të Ministrisë së Punëve të Brendshme, automjeti drejtuar nga AF, 56 vjeçar nga fshati Vidush, komuna e Mavrov-Rostush, ka dalë nga rruga dhe ka rënë në lumin Radik. Sipas lëndimeve të marra, shoferi dhe pasagjeri MF, 56 vjeçare, kanë ndruar jetë në vendin e ngjarjes. Vdekjen e AF 56 vjeçar dhe MF 56 vjeçare, të dy nga fshati Vidush, komuna Mavrov-Rostush, e ka konstatuar mjeku nga ndihma e shpejtë, ndërsa sipas udhëzimeve të prokurorit publik, automjeti është dërguar për kontroll të jashtëzakonshëm teknik, ndërsa trupat e viktimave janë dorëzuar për obduksion, njoftojnë nga Ministria për Punë të Brendshme. Përveç këtij aksidenti fatal, një aksident tjetër me lëndime të rënda trupore ka ndodhur në orën 2:35 minuta të mëngjesit në komunën e Vrapçishtit, ku sipas Ministrisë së Punëve të Brendshme, një automjet udhëtarësh BMW me targa të Gostivarit, i drejtuar nga LB 27 vjeçar, ka goditur një automjet të parkuar Mercedes. Me lëndime të rënda kanë përfunduar pasagjeri, ndërsa me disa lëndime të lehta kanë mbetur shoferi dhe pasagjeri i automjetit të parkuar. Për shkak të mbulesës së borës në rrugë, lidhja Automoto e Maqedonisë ka futur në përdorim të detyrueshëm zinxhirët e borës për të gjitha automjetet në seksionin Lisec-Kodra e Diellit nga ora 21 janarit 2026. Masa është e detyrueshme për shkak të pjesëve të pjerta dhe kthesave, ku mos respektimi i rregullave shpesh shkakton bllokime dhe vonesa. Kontrollet e policisë do të intensifikohen, veçanërisht për shkak të frekuencës së shtuar të automjeteve gjatë periudhës së festave. Për shkak të ngricave në disa rrugë, nga lidhja Automoto, u bëjnë thirrje shoferëve të jenë të kujdesshëm gjatë drejtimit të automjetit të tyre, e sidomos në rrugët Katlanov-Veles, Mavrov-Dibër, Strug, Vinic-Berov dhe Koçan-Delçev, të cilët janë cilësuar si pika kritike. Për shkak të ngricave, rruga për në Koznjak gjatë ditës së sotme u mbyll për qarkullim dhe nga Qendra për Menaxhim me Kriza u bëjmë thirrje drejtuesve të automjeteve që të tregojnë kujdes të shtuar, pasi në shumë rrugë të vendit ka ngrica të ngrira, të cilat kanë shkaktuar vështirësi veçanërisht në zonat malore.